Rritja e rasteve të moshuarve që jetojnë të vetmuar dhe gjenden të pajet në banesat e tyre, po kthehet në një fenomen shqetësues në qytetin e Korçës. Ky realitet ka ngritur alarmin mes ekspertëve dhe institucioneve, duke nxjerrë në pa pasojat e emigracionit dhe braktisjes sociale. Sipas sociologes Maria Dojqe, të kurrja e popullsisë në qarkun e Korçës, e reflektuar edhe në statistikat e vitit 2023, po shoqërohet me rritjen e numrit të moshuarve që jetojnë të vetëm. Mbi 40% e tyre nuk kanë fëmijë pranë për të kujdesur, çka i ekspozon ndaj izolimit dhe vështirësive të përditshme. Ajo thekson se kjo grup mosh, e cila përballet me rënje të aftësive fizike dhe shëndetësore, e ka të vështirë të përballojë jetesën pa ndihmë, duke rrezikuar mirëqenien sociale dhe ekonomike. Në moshës së tretë të vetmuar, ku mbi 40% nuk kanë asnjë fëmijë brenda në qytet që të kujdesen për këtë grup mosh, është realisht e vështirë që kjo grup mosh, e cila është duke dalë nga aftësitë e jetës, duke pasur një rënje të aftësive vetjake, të vazhdojë ciklin e jetës shëndetshëm dhe në mirëqenie të plotë sociale dhe ekonomike. Sociologja apelon për më shumë përgjegjësi nga ana e familjarëve, duke kërkuar që fëmijët të mos i braktisin prindrit, por të sigurojnë kujdes të vazhdueshëm për ta. Patjetër që duhet një mbështetje edhe nga fëmijët, të cilët për hir të vërtetës nuk duhet i braktisin në mënyrë kategorike prindrit, por duhet të sigurojnë dikë që të kujdeset për ta, apo duhet edhe të vinë të kthehen për të jetuar me fëmijët, me prindrit e tyre. Nga ana tjetër, edhe pse Bashkia e Korçës ka ndërmarrë nisma si qendra ditore për të moshuarit, këto masa konsiderohen të pamjaftueshme. Sipas saj, nevojitet një shtrirje më e gjerë e shërbimeve sociale përmes punonjësve që duhet të ndjekin të moshuarit në banesat e tyre disa herë në ditë. Një tjetër shqetësim mbetet edhe kapaciteti i kufizuar i rezidencave për të moshuarit, të cilat aktualisht janë të mbingarkuara dhe me lista pritjeje. Ndërkohë, kostot e këtyre shërbimeve mbeten të papërballueshme për shumicën për shkak të pensioneve të ulta. Ekspertët theksojnë se pa një ndërhyrje më të strukturuar dhe të koordinuar, fenomeni i vetmisë dhe braktisjes së të moshuarve rrezikon të thellohet edhe më tej. Nga ana tjetër, edhe institucionet, si për shembull i referohen bashkisë, e cila ka një politikë sociale shumë të mirë në vetvete, por me qendra ditore që ka aktivizuar në qytetin e Korçës, por nuk mjafton. Në rastin e moshës së tretë, e prindërve apo të moshuarve që jetojnë vetëm, nuk mjafton vetëm një qendër ditore ku gratë kryesisht, sepse burrat e kanë më të lehtë për të dalë nga shtëpia, për të kaluar disa orë në qendrat ditore dhe për të marrë shërbimet. Gratë zakonisht rrin brenda në shtëpi, nuk dalin, ose janë të paafta edhe nga aspektet shëndetësore. Në këtë rast, këto qendra ditore duhet të rekrutojnë punonjës të shërbimit social, të cilët për fat të mirë janë si program dhe si aftësim edhe në Universitetin e Korçës. Kjo degë është goxha e kërkuar nga studentët. Punonjësit e shërbimit social duhet të rekrutohen nga këto qendra dhe nga vetë Bashkia e Korçës dhe të bëhet një grafik ditor, një plan ditor ku punonjësit social t'ju shkojnë dhe të shërbimit social t'ju shkojnë familjeve që janë në moshën e 3 dhe jetojnë të vetëm në shtëpi, t'ju shkojnë 2 ose 3 herë në ditë për të kujdesur, për t'i parë dhe për t'i ndihmuar në të gjitha shërbimet jetësore. Të dhënat e fundit e bëjnë edhe më alarmante këtë situatë. Vetëm në 6 mujorin e fundit janë regjistruar 6 raste të vdekjeve natyrale në banesë në të gjithë qarkun e Korçës, ku 3 prej tyre janë shënuar në Maliq dhe 3 në qytetin e Korçës. Shifra që përtej numrave tregojnë një realitet të dhimbshëm të vetmisë dhe mungesës së kujdesit për moshën e tretë, duke kërkuar ndërhyrje të menjëhershme dhe më të koordinuar nga familja dhe institucionet.